Në prindve dhe shiqo shembullin aty në tre vetëve, të cilët Allahu Teala i sprovoi duke i mbyll me një shtëpi, një hadith i njohur që ju ka rasti me dëgjova më herët, i mbylli me një shpellë në një natë që kishte stuhi të madhe, ra një gur i madh dhe ua mbylli dalin pra asaj shpellës, të cilët ishin strehu këta prej furtunës, dhe atë ditë filloi secili prej këtyre treve me tregu se çfarë të mirë kishte bërë për hir të Allahu Teala, Allah i pastaj për hatër asaj mirësie me u qelë rrugdalë dhe me i shpëtu për ati momentit i cili ishte fatal për ta. Dhe një prej këtyne treve të regon, thotë o Zot, isha vënu një dit për mua sjell qumshtin prej baktive të mia, prindërve të mi. Dhe kur erdha printe lodhën, pleq kishin ra ma heret dhe kishin flejt. Ndësa unë u vënova dhe smujta me u sjell me kohë që ishin mësua ta me përdor ushqimin, pijen që u abija une qumshtin, thot edhe një dit, kur erdha, i gjeta thot print e mi që i kishte zonë gjumi. Dhe sa fëmijët i kishte të unet, fëmijët e ti kërkonin ushqim, se s'kishin ushqim, vetëm që atë tamël e kishin ushqim të vetë. Jo si kur shtëpia tona që elhamdulillah, kanë gjdo të mirë dhe përsëri nuk themi elhamdulillahi rabbil alamin, falenderimi i takon Allahu Zotit të botrave. Spaku bukën e kemi. Në shtëpitë Muhamedit alayhis salam 2 muaj ditë kanë ndodhur që të mos ketë kur far ushqimi përveç ujit dhe hurmës, sikur që tregon Aisha radhiyallahu anha. Në shtëpia tonë elhamdulillah spaku bukën e kanë. Dhe çfarë thot? Ka qëndru të natën me gotë të i prit print muqu prej gjumit e mja u dhonë këtë ushqim atyne e nuk ua ka dhonë fëmijëve të vetë të cilët qanin dhe pritnin të und ushqim prej babas tyne dhe ishte drejt e tyne, por ky si e vlat e ndinte vetin që ka bërç dhe ka emanet në supet e tia mbi këqyrin e prindërve të vetë të lodhën dhe mendonte se ata kanë nevojë më tepër deri sa u zgjun mëngjes print e ti ky pa gjum dhe me sabër të i dëru qarat e fëmijëve të vet i lat und e priti muqu nana dhe baba për mja dhanë qumshtin dhe i tha o Zot, nëse këtë e kom bë për me fitu kënaqësinë tënde, qilma rrugën me dal për këti momentit të vështirë dhe e lëvizi Allahu shkambin dhe ja qeli rrugën për dal për ati momentit të vështirë. Emanetin duhet kuptu vllazni. Edhe vladi, edhe punëdhënësi, edhe punëtori. E i dyti prej këtyne, çfarë tha? Tha o Zot, një punëtore kom pas ka punu të une dhe pa qku pa e marrë rrogën. E une rrogën që kom pas mja dhona ati, e kom shëndru në bakti. Dhe baktia e ti u rrit atë shumë sa që u mush një lugin. Dhe pas viteve, ati i kishran men që e ka dhe një rrogë, që se ka marrë të filoni dhe kur i ka ardhë rruga, o shku të ky edhe i ka kërku hakun e vetë. Edhe i thët, jem ardhë me kërku hakun tim, që para sa viteve më ka met një hak të këti i rrogës. Apo të kujtohem ku shemun? Thët po. Thët a bën me madhon që atë rrogën, thët që ku e ki? Qëfar thot që kam këtu? Thot që ku e ki këtë kjo lugin me këtë bakti që për i shef këto dhen e këto lop të gjitha janë tuat. Tha tja po bën hajgare me mua. Unë e marrë rrogën teme, si marrë ti me bë hajgare. Wallahi tha, kur e shku ti dhe ka met parja jote, s'kom dasht me e përdor dhe me e shtin përdorim parën tënde. Sikur që bëjnë sot punëdhënësit, subhanallah, ja u vënën punëtorëve rrogat e tyne me muj të tërë, për me i pagu kamatat e bankave, për me ble mall e gjona tjera, punëtor 3 muj, 4 muj, 5 muj, 6 muj, ndoshta edhe një vit nuk kanë çfarë me i qu fëmijëve të vet, ta janë zullumçar, ta janë pisa, ta janë haramgjit. Dhe s'kan me pas kur bereqet se s'marin duat hajrit të punëtorëve të vet. Dhe i tha, kjo lugin është e jotja, janë shumu dhe urno merre tërket baktin këtë lugin të cilën gjindet.
O Zot, tha, nëse këtë e kom bo për me fitu knatësin tënde, qilma rrugën e rap me dalë për këtujt. Kjo është emaneti i punëdhënësit në rrugën e punëtorit të vetë. Edhe punëtori ka emanet pasunin e zotnisë së vetë, mja rujt kamionat, mja rujt vendin e punës, aletet, e mos mja prish me qëllim. Emanet e ki për Allahu Teala. Aty ku e hanë bukën ruje atë pasunin si kur shpis tënde. Dhe ai punëtor që punën që ty me të rrit pasunia e ruje atë si kur e vladin tëndë. Ndoshta edhe ma shumë se është i huj dhe i hin hak. Dhe shemulli ati djaloshit të tret, i cili në të shpel, përsëri s'munin me dalë për ati gurit, u qel, po jo tërsi sa me dalë, tha o Zot e kom pas marak shumë një femën me bo zina me ta, dhe s'muja me arrit këtë qështje, deri sa një dit nuk e sjeli nevoja tek une me kërku para, dhe e dhash 120 dinar ari. Me një kusht i thash nëse e shet në derin tënë tek une. Mu lut që mos ja kujzoja këtë ndim, po kur pa se nuk ka rrugdali tjetër e pranej, dhe thot kur u bana si kur burri që bëhet me grune vet, mbi grune vet, thot atëhere veç një fjalë ma tha, ittaqillah, ke frikë Allahun, o ti njeri, aspitutesh Zotit që po e prek në derin e një femnës që ka rënë zër, e jo në njërë të halalit, thot o Zot, nëse e kom lan atë femën që ma ka dasht nefsi dhe këtë e kom bo për hirë tëndin, qilë ma rrugën dhe më dzirë për kësaj pozite. Dhe Allahu Teala që të treve u aqel rrugën.